Një moment I papritur dhe I çuditshëm. Labinoti I lyen gishtat e këmbës Bias. Shtëpia e Big Brother Kosova është e njohur për situatat e paparashikueshme, ku banorët shpesh surprizojnë njëri tjetrin me veprime të pazakonta dhe spontane. Një nga momentet më të diskutueshme dhe që la shikuesit pa fjalë ndodhi kur Labinoti vendosi të lyente gishtat e këmbës së Biasit, duke krijuar një skenë të pazakontë, të çuditshme dhe shumë të komentuar brenda shtëpisë. Ngjarja ndodhi ndërsa disa banorë ishin të ulur së bashku, duke biseduar dhe duke kaluar kohë në ambientet e përbashkëta. Labinoti, I cili shpesh është I njohur për lojrat e tij të papritura dhe humorin spontan, I afrohet Biasit dhe fillon të lyente gishtat e këmbës së tij. Fillimisht, disa banorë mbetën të habitur dhe nuk e kuptonin qëllimin e veprimit, ndërsa disa të tjerë qeshnin dhe e merrnin si një shaka tipike të Labinotit. Bias, nga ana e tij, duket I befasuar dhe nuk di si të reagojë. Ka një kombinim mes habis dhe pakënaqësisë, duke kuptuar se veprimi ishte I papritur dhe I pazakontë. Ai tenton të qetësohet, por nuk mund të mos ndiejë siklet. Ky moment nxori në pa dinamikën e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Labinoti shfaq energjinë e tij të paparashikueshme dhe sensin e humorit, ndërsa Bias tregohet më I rezervuar dhe reflektiv, duke u përpjekur të menaxhojë situatën pa krijuar konflikt. Banorët e tjerë, duke qenë dëshmitar të ngjarjes, filluan të komentojnë mes tyre, duke e kthyer situatën në një temë të nxehtë bisedash. Disa e panë si një shaka të pafajshme dhe pjesë të natyrës lojale të Labinotit, ndërsa të tjerë diskutuan mbi kufitë e respektit personal dhe për atë që konsiderohet e pranueshme brenda shtëpisë. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale. Shumë komentues u habitën nga veprimi I Labinotit, duke e parë si të pazakontë dhe qesharak, ndërsa disa e vlerësuan guximin dhe spontanitetin që ai sjell brenda shtëpisë. Ky episod nxori në pa një nga elementet më të veçantë të Big Brother Kos.